Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Kapela është një nga eventet kryesore të EMICC. Një event që zhvillohet çdo 3 muaj me pjesëmarrës, miq, klient të klubit. Gjithmonë ka një tematik të caktuar që i përshtatet koncepteve të reja që Elida ka në plan të ndajë, duke ju përshtatur formimit dhe interesit të të ftuarve. Kapela nuk gjendet vetëm brenda Shqipërisë. Sot ju çoj në Athinë, më saktë në zemër të Kalitheas, ku në gushtin e këtij viti ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Gjithçka zgjati 3 orë gjysmë dhe çdo minutë ishte e mbushur me energji, sportivitet dhe me një ndjenjë të thellë bashkësie. Por frymëzimi pas këtij eventi nuk vinte vetëm nga sporti, vinte nga mirënjohja, nga dashuria për vendin ku i rritur, dhe nëse rënjët e familjes i ke nga një vend tjetër, dhe nga dëshira për të përkujtuar një shok 20 vjeçar që humbi jetën tragjikisht vetëm pak javë më parë. Në fakt, në qendër të kësaj kapele është Kyriako Gjenerali, një djalë i ri që po ecën me shpejtësi si lojtar profesionist, por dhe si coach në biznes. Ai jeton në Spanjë, por rinjtë e tij sportive janë në Kalithea. Ka qenë pjesë e ekipit kombëtar 9-17 vjeç dhe sot, ndërsa karriera e tij si lojtar profesionist sapo ka filluar, ai vazhdon punon si coach online me lojtarë të rinj. Është viti i parë Kyriako si pjesë e programit Team Coaching me Lidën dhe përparimi i tij madh jo vetëm me biznesin e tij, por edhe me ndikimin që po krijon në komunitet, qoftë në ato online, qoftë në atë real. Ai beson se adrenalina e vërtet për të rinj duhet vinë nga sporti, jo nga motorët e shpejtësitë e rrezikshme apo nga drograt dhe gjërat e tjera. Dhe këtë mesazh po e shpërndan me pasion. Pjesëmarrësit janë të zgjedhur nga Elida ose dhe nga vetë pjesëmarrës të klubit, siç ishte në kapelën e këtij prilli. Kjo me qëllim ndërtimin e bashkëpunimeve brenda rrjetit të klubit EMICC. Mendoni dhe këtë gjë, se cili nga ju, unë do doja që në fund, nderi më i madh që i bëjmë njëri tjetrit është të mendojmë, te kallza, kush ka fëmijë për të çuar, do duhet patjetër të bëj te kallza, sepse do shikoni çfarë shërbimi ka. Dentiste, për fëmijë, për vete, për familjen, për dhëm, për mosha të ndryshme, është Elda. Pse do bërë kjo? Këtë bëjmë në mënyrë të vazhdueshme. Nëse ne nuk jemi të njëri tjetrit, unë mendoj që kemi llafe. Sa herë dalim nga takimet tilla, ne duam që personi që drejton duhet të ketë një sër klientele me vete, sepse kjo është ndihma që japim njëri tjetrit. Dhe nga ana tjetër, kur ju shkoni atje, do të jeni super më të mirëpritur se sa të shkoni në një vend tjetër. Bjem dakord me këtë gjë? Ideja është vetëm një mënyrë se si ne në Shqipëri të gëzojmë për suksesin e tjetrit është të kthehemi klientë të tyre. Qindra të rinj e të reja nga kategori biznesesh të ndryshme kanë marrë trajnime dhe kanë qenë pjesë e programeve të Elidës ndër vite. Si përmarrës të rinj dhe me përvojë kanë krijuar bashkëpunime konkrete gjatë këtyre eventeve. Kapela e kësaj vere të i kaloj pritshmëritë e mia. Ndarja e përvojës time apo ndjenja për të qenë i vlefshëm ishte e jashtëzakonshme. Përshtypjet e tyre në fund, sidomos të disa nga vajzave studente, vërtet më lanë të kuptoj, vleti ajo kohë dhe është e nevojshme që ne të angazhohemi më shumë, kushdo që ka një përvojë dhe ka eksperiencë për të ndarë, duhet të angazhohet më shumë për të treguar sfidat e veta. Me interesa të përbashkëta për të zhvilluar, pjesëmarrësit ishin të vlefshëm edhe për njëri tjetrin. Që para fillimit të eventit gjatë pritjes, ne filluam bisedonim mes njëri tjetrit dhe të njiheshim dhe filluam të kuptojmë që kemi disa interesa të përbashkëta ose interesa ku na përfiten mundësitë për të bashkëpunuar. Patëm mundësinë të bisedoj me disa nga vajzat, të cilat i shikoj me shumë interes për të bashkëpunuar me qendrën. Me disa nga vajzat, veçanërisht ato të cilat nuk i njiha më përpara, kam planifikuar takime gjatë këtij muaji. Workshopet nuk kufizohen vetëm në një sallë. Ato zhvillohen si në ambient të brendshme, ashtu edhe në natyrë, duke krijuar një eksperiencë që nuk ngjan me eventet e zakonshme. Kapelat janë një mundësi për të mësuar parime të reja, për të frymëzuar nga përvojat dhe sukseset e anëtarëve të klubit, për të krijuar bashkëpunime të reja dhe për të shijuar një atmosferë të veçantë. Ne në Kapela nuk shkojmë me idenë që suksesi matet vetëm me xhiron vjetore të biznesit apo me pozicionin që ke, por
dhe me sa njerëz janë bërë më të mirë fal punës tënde. Me kalimin e kohës kupton se suksesi nuk është vetëm ajo që ndërton për veten, por është ajo që lë pas, ndikimi që krijon te njerëzit, mënyra se si përvoja jote bëhet një dritare mundësish për dikë tjetër. Në kapelën e fundit që u zhvillua në prill, të ftuarit ndanë për Green of Greensin e tyre, ekspertizën e ekspertizave, talentin e talenteve. Dhe me besimin që ekspertiza merr akoma më shumë vlerë kur ndahet, folëm dhe se çfarë jemi duke lënë pas për brezin e ri. Në parim, gjëja që më intereson shumë është që në këto grupe, në këto lloj grupesh, dhe ne vim në kapela të ndryshme me njerëz të ndryshëm, me të zgjedhur të ndryshëm, sepse unë dua të kaloj idenë tek kushdo që ne jemi këtu, sepse duam të jetojmë në këtë vend dhe ne duam ta bëjmë të vendin, që me pjesën e profesionalizmit të kemi mundësi të shijojmë më shumë, të mbushemi plot që të kemi mundësi të derdhemi te të tjerë. Dëgjojmë shpesh që thuhet rëndomt, në Shqipëri është e pamundur, sikur zhvillimi profesional të varej vetëm nga vendi ku ne jetojmë. Thuhet se mundësitë janë diku tjetër, se njerëzit që kanë arritur sukses janë larg nesh. Por përvoja na ka treguar të kundërtën. Zhvillimi profesional nuk fillon kur ndryshon adresa. Fillon kur zgjedh të dalësh nga ajo korniza jote, kur zgjedh të dëgjosh njerëz që kanë kaluar sfida që mbase ti po i përjeton sot. Pikërisht për këtë, në kapelat e suksesit, sjellim njerëz që ja kanë dalë mban me punë. Kjo kapele në Athinë më kujtoj kapelat që kemi bërë në Londër, në Gjermani dhe në Tiranë. Në çdo qytet, ideja është e njëjtë, të mbledhim njerëz, klient, miq, profesionist, jo vetëm për të ndarë një uri dhe rjete, por edhe për të dhënë diçka mbrapsht për komunitetin. Kapelat nuk janë thjesht evente, janë platforma ku liderat që unë coach, sales, pronar biznesesh, drejtues, zgjedhin të kthejnë diçka mbrapsht. Nganjëherë është në formën e një konference, të një masterclassi, nganjëherë është aktivitet artistik, nganjëherë si në Athinë, një turne basketbolli që ndes gjithë lagjen dhe gjithmonë ka të njëjtën frymë: mirënjohje, dashuri, përkujdesje për kujtimin dhe rritje të ndërgjegjësimit ton për kauza të drejta. Sa ne takohemi ka një tematik. Dhe tematika që kemi pasur me klubet e grupeve të programeve të ndryshme, në klub është që përmblidhen gjithë programet. Ajo që kemi pasur këtë herë në fundet ishte si të bëhet milioni i parë. Dhe me ata që unë punoj në vite, ka persona që i takojnë një grupi që është në luftën për të bërë milionin e parë. Gjithmonë milioni i parë, pyetja është për çfarë milioni flasim. Unë them you decide. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook, me Lida Motro, ndoshta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.